Se thonë njerëzit, po ky pse po flet? A nuk ndjehet i kërcënuar? Ky e ka fituar imunitetin e eliminimit fizik, pasi foli. Sepse dije që çfarëdo që të ndodh, Rama është pas. Janë shumë vonë për ta hequr qafën. Dhe çfarë tha? Dhe un kam qenë në kafe me të mes Luganës. E kisha Ametin përballë kur pash një farforme që u agjitua. Kthej kokën unë, ka lënë një çun me gjup. Dhe absolutisht mu duk fytyrë e parë shqiptar. Edhe më tha që kaloj me vrap dhe iku. Ky është ai tha që ishte ka qenë i shtëpisë, ma quan foton policia e Luganës tu që kujdes me lëvizjet, sepse kanë dashur të marrin makinë dhe sa të nxjerrin në Komën, kufi, se çerekor është. Pastaj Italia e kthen në Shqipëri. Kjo ishte edhe të përdorë ekstradime. Shpresa atyre vetëm dhe ke parasysh. Deportimi ka qenë. E janë policë shqiptar, civil, të cilët kanë dashur ta marrin peng. Dhe shërbimet atje e ka njoftuar. Dhe nuk është sajes. Ka dhe televizion kombëtar që i ka dërguar 15 ditë. E ruanin ku i shkon vajza, ku shkon dhe e filmonin për ta shantazhuar. Derisa autoritetet kanë marrë urdhër për t'i arrestuar për cënim pavarësie dhe janë kthyer me vrap. Grup nga Top Channel, televizion kriminal. Edhe kur shkon në banjë t'ia ruanin familjen, ta marrin në shantazh. Ka ndodhur para një viti. Derisa autoritetet kanë marrë mas për t'i arrestuar dhe janë kthyer me vrap në Shqipëri. Kjo është cënim përpatësie.